Shkues të nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni i lajmeve orës 23 këtu në televizionin publik. Kenia është bërë shteti 118 që e nje Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Ish presidenti Begjet Pacoli dhe ish krye diplomati ishte i pari që njoftoi për njohjen e vendit nga ky shtet afrikan. Më pas, presidenti Vjosa Osmani konfirmoi zyrtarisht se ka pranuar njohjen nga homologu i saj kenian William Ruto. Presidenti u ka shprehur mirënjohje atyre që kontribuan në këtë proces, veçanërisht ish presidentit Pacoli. Ish presidenti i Kosovës Begjet Pacoli para ditën e sotme njoftoi se Kenia e ka njohur zyrtarisht pavarësinë e Kosovës. Pacoli në Facebook shkroi se njohja u bë më 26 mars në një ceremoni siç e ka quajtur ai të jashtëzakonshme e të paharrueshme. Kjo fitore nuk e erdhi rastësisht, ajo është fryt i një pune të gjatë, të palodhur me përkushtim e sakrificë që nga viti 2009, unë personalisht kam lobuar dhe kam biseduar me autoritetet kenjane për ta bërë këtë ditë realitet. Kam shkuar derë me derë, zyrë me zyrë, me vetëm një qëllim, ta bëj të njohur zërin dhe të drejtën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe sovranitet. Njohjen që shteti afrikan i ka bërë Kosovës e ka konfirmuar pas ditën e sotme edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Pak më parë, presidencës së Kosovës i arriti edhe zyrtarisht vendimi nënshkruar nga presidenti i Kenias, William Ruto, se ky shtet njohu Kosovën shtet të pavarur e sovran. Kjo njohje është një dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme për të drejtën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi, sovranitet dhe integritet territorial. Njëkohësisht është edhe njohje e vuajtjeve të gjata e sakrificës shekullore të popullit të Kosovës për liri. Presidentja u ka shprehur mirënjohje atyre që kontribuan në këtë proces, veçanërisht ish presidentit e ish kryet diplomatit Begjet Pacoli. Në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme figurojnë gjithsej 117 vende të cilat deri tani e kanë njohur Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik, e shpallur me 17 shkurt të vitit 2008. Vendi i fundit që e ka njohur Kosovën ka qenë Izraeli në vitin 2021 në kuadër të marrëveshjes së Washingtonit. Kryeministri Albin Kurti ka shprehur mirënjohje për shtetin e Kenias, i cili mori vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe hapjes së rrugës për ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike mes të dyja shteteve. Ai ka theksuar se njohja nga Kenia është një lajm shumë i mirë për Republikën e Kosovës. Kryeministri ka falendëruar gjithashtu presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe ish presidentin Begjet Pacoli për rolin e tyre krahas edhe të gjithë atyre që kontribuan në këtë arritje. Presidenta Vjosa Osmani ka takuar ambasadore të BE-s. Gjatë këtij takimi, para shtetit theksoi urgjencën e largimit të masave ndaj Kosovës, të cilat sipas saj cënojnë vetë parimet e Bashkimit Evropian. Ajo gjithashtu diskutoi për procesin e dialogut me Serbinë dhe për hapat e drejt konstituimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve në Kosovë. Po ashtu diskutuan për hapat drejt konstituimit të institucioneve të dala nga zgjedhjet e 9 shkurtit, si dhe për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE, ka shkruar Osmani. Presidentja theksoi se Kosova mbetet e palëkundur në rrugtimin e saj evropian dhe përkushtuar për bashkëpunimin me qëllim të avancimit në këtë rrugtim. Gjykata Supreme ka hedhur poshtë si të pabazuara 3 ankeset e fundit të subjekteve politike ndaj rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, duke hapur rrugën për certifikimin e tyre. Në mesin e ankesave ishte edhe ajo e vetëvendosjes ndaj vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që nuk e kishte pranuar kërkesën për anulimin e votave me post që ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe shkuarjen në rivotim. Ndërkohë, pas ditë e vonë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në mbledhjen e nesërme do të bëhet certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Po ashtu do të bëhet edhe zëvendësimi i të zgjedhurve që kanë hequr dorë nga pozita e deputetit. Gjykata Supreme ka refuzuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje ndaj panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 9 shkurtit të shpallura nga KQZ-ja. Lëvizja vetëvendosje kishte dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e rreth 19.000 votave të LDK-s të ardhura me post, me pretendimin se janë manipuluar. Por Gjykata Supreme e ka refuzuar këtë ankesë si të pabazuar. Supremja ka mbështetur tërësisht vendimin e PZAP-s. Nga gjendja si më lartë me pretendimet ankimore, me asnjë provë nuk vihet në dyshim gjendja faktike e vërtetuar si më lartë nga ana e organit vendimit të cilit është kontestuar.
Andaj, si të pabazuara, vlerësohen pretendimet e ankuesit në ankesë për kitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike, thuhet në aktgjykimin e Gjykatës Supreme. Kjo gjykat ka hedhur poshtë edhe një ankesë të Partisë Demokratike të Ashkalinjeve. Vendimi i sotëm i hap rrugë certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Ndërsa gjatë ditës ka nisur hetime lidhur me votimin përmes postës në zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës të i grumbullojë dhe verifikojë informacionet, por nuk kanë dhënë më shumë detaje që të mos cenohet procesi hetimor. Ndaj vendimit të Supremes ka reaguar zëvendësministri i Drejtësisë Blerim Sallau, i cili ndër të tjera ka pohuar se kanë informacione nga brenda se diskutimi përgjatë vendimit në Supreme ka qenë kryekput politik dhe larg të qenit juridik e ligjor, gjë që sipas tij tregon pak a shumë për natyrën e vendimit. Ai po ashtu ka bërë me dije se vetëvendosje do t'i ndjekë të gjitha rrugët ligjore. Si lëvizje, do të parashtrojmë kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të Gjykatës Supreme në Gjykatën Kushtetuese, ku gjithsesi do të kërkojmë edhe masën e përkohshme ndaj një vendimi absurd dhe të ndikueshëm politikisht, ka shkruar Sallau. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës përshëndet vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, e cila thonë se me këtë akt ka vërtetuar përfundimisht ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e votave të ardhura me postë nga mërgata në përkrahje të LDK-s. Lidhja Demokratike po ashtu ndër të tjera thotë se ky vendim konfirmon edhe një herë se përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të kontestuar votin e lirë të qytetarëve ishin të pabaza dhe politikisht të motivuara. 2 ditë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, po del se kryeministri Kurti kishte rënë prej e mashtrimit nga 2 komikruz, duke menduar se po fliste me presidentin letonez. Në videon e publikuar, e cila ngjalli shumë reagime në vendin tonë, Kurti ka folur për një sër çështjesh përfshirë zgjedhjet, dialogun me Serbinë, të dërguarin e Trump për misionet e veçanta Richard Grenell, luftën hibride, oligarke të çështje të tjera. Qeveria u arsyetua se për shkak të kohës së kufizuar nuk ka qenë gjithmonë e mundur të kryeshin verifikime të thella të çdo thirrjeje. Qeveria e Kosovës e ka pranuar se kryeministri Albin Kurti ka rënë pre e 2 humoristëve rus më datën 11 shkurt, 2 ditë pas zgjedhjeve në Kosovë. Këta 2 humoristë, duke pretenduar se po flisnin në emër të presidentit të Letonisë, Edgar Rikeviks, kishin zhvilluar bisedë 10 minutëshe me Kurtin. Në një komunikat në X, zëdhënësi i qeverisë Përparim Kryeziu e arsyetoi rënien e kryeministrit pre e humoristëve rus, duke thënë se gjatë asaj kohe Kurti po merrte telefonata të shumta urimi, pasi vetëvendosje doli e para në zgjedhje. Ky incident fatkeq përforcon atë që e kemi ditur prej kohësh. Rusia është e fiksuar pas Kosovës dhe vazhdon ta ketë cak vendin ton. Gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, Sputnik Serbia dhe Russia Today publikuan mbi 60 lajme të rreme dhe artikuj dezinformues, duke ndërhyrë në procesin ton demokratik, siç dokumentohet nga misioni i BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve. May I congratulate you on your victory. Në video, Kurti i pranon urimet e 2 humoristëve rus që shtiren se po flasin në emër të presidentit Rikeviks dhe flet me ta për një sër çështjesh përfshirë zgjedhjet e dialogun me Serbinë. Aty foli edhe për emisarin amerikan Grenell, për të cilin tha se është homoseksual i hapur. Në këtë moment, edhe humoristi rus ja ktheu se edhe vet ishte gej i hapur. Në këtë video, Kurti foli edhe për luftë hibride ndaj qeverisë së tij nga Serbia dhe Rusia, por edhe për një flirtim të opozitës me luftën hibride e për oligarkët. Publikimi i kësaj videoje ka ngjallur reagime në vend. Lideri i LDK-s e ka postuar këtë video, pasi Kurti ra prej e humoristëve rus. Ndërsa nënkryetaria e PDK-s Vlora Qitaku tha se nuk është skandali që kryeministri ra në Grack, por skandali i vërtet është se çfarë u tha në atë bisedë. Shan opozitën, shan mediat, shan bizneset, madje edhe administratën amerikane. Pastaj fillojnë komentet për orientimin seksual të Richard Grenell, një nivel i ulët që as trollerët më të zellshëm të internetit s'do ta preknin. Gjeniu i vogël që nuk e di as me kë po flet, por e di mirë kë don ta shaj, ka shkruar ndër të tjera Qitaku. Prej këtyre 2 humoristëve rus kishin rënë më herët edhe lider të tjerë nga rajoni dhe jo vetëm. Shteti belg po e konsideron Kosovën si opsion potencial për zgjerimin e kapaciteteve të burgjeve jashtë vendit. Kjo nënkupton marrjen me qira apo ndërtimin e objekteve të burgjeve për të strehuar shtetas të huaj që vuajnë dënimin në Belgjik.
Ministria belge ka konfirmuar se diskutimet po vazhdojnë dhe se Kosova mund të jetë një nga opsionet. Shteti belge konsideron Kosovën si opsion potencial për zgjerimin e kapaciteteve të burgjeve jashtë vendit. Kjo nënkupton marrjen me qira apo ndërtimin e objekteve të burgjeve për të strehuar shtetas të huaj që vuajnë dënimin në Belgjik. Ministria belge e drejtësisë Annelies Verlinden ka konfirmuar se diskutimet janë duke vazhduar dhe se Kosova mund të jetë një nga opsionet. Aan landen als Kosovo en waarom we dat zeggen... Siç e dini, Danimarka ka një marrëveshje me Kosovën për një kapacitet burgu prej 300 vendesh. Ky kapacitet do të vihet në përdorim vetëm në vitin 2027, megjithse ata kanë punuar për të në Danimark për një kohë të gjatë. Kjo ndodh kryesisht për shkak të përshtatjes së qelive sipas standardeve evropiane, një proces që ka një kosto të konsiderueshme. Me sa e dim, projekti është buxhetuar në 202 milion euro për një periudhë 10 vjeçare. 202 miljoen euro over een periode van 10 jaar. Belgjika po përballet me mbipopullim në burgje. Marrëveshja e re e koalicionit qeveritar përfshin trajtimin e kësaj çështjeje dhe sigurimin që dënimet të zbatohen në mënyrë efektive. Propozimi i Kosovës përputhet me përpjekjet më të gjera për të adresuar krimin e organizuar dhe mbipopullimin e burgjeve në Belgjik. Aktualisht, burgjet belge strehojnë rreth 13.000 të burgosur, pavarësisht se kapaciteti zyrtar është mbi 11.000 të burgosur. Kryeministri Albin Kurti ka reaguar pas 4 vrasjeve që ndodhen brenda 3 ditësh në Kosovë. Nga mbledhja e qeverisë, ai u bëri thirrje organeve të rendit, hetuesisë së drejtësisë që t'i trajtojnë me seriozitetin më të lartë rrethanat e vrasjeve në mënyrë që drejtësia të vihet në vend. Ndërkohë, para ministrave, Kurti ka përmendur të arriturat në 4 vite të qeverisjes së tij. 4 vrasjet e ndodhura në 3 ditët e fundit të rënditën Kosovën. Një 19 vjeçar, një grua 42 vjeqe, një burr i moshës 58 vjeç dhe një tjetër rreth të 60-tave ishte bilanci i vrasjeve brenda javës. Si e tillë, kjo situatë po shihet si tetë shqetësuese për vendin tonë. Lidhur me këtë ka reaguar kryeministri Albin Kurti. Para ministrave në mbledhjen e qeverisë ka bërë thirrje për veprim të menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror. Ftoi organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi, edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Në këtë mbledhje Kurti ka folur për arritjet e qeverisë të cilën e ka udhëhequr për këto 4 vite, duke thënë se ky mandat ja ka vlejtur fort, derisa i ka quajtur si arritje të jashtëzakonshme. Për herë të parë, në 4 komunat tona në veri po paguhet rryma, po paguhet energjia elektrike. Ka filluar të faturohet edhe tatimin pronë për komunat në veri të vendit, gjithashtu për herë të parë. Tabela ilegale dhe patent shofer ilegal nuk ka më sepse janë konvertuar në ato RKS. Strukturat ilegale janë mbyllur sepse janë të jashtëligjshme. Kurti veçoi edhe investimet në fushën e mbrojtjes, për cilat thotë se pritet të jenë miliarda euro, dhe blerjen e helikopterëve Black Hawk. Mandatin e ri, ushtrisë do t'ja ndajë mbi 1 miliard euro. Do të kemi fabrikë municionit dhe dronet ushtarak made in Kosova, pra që i prodhojmë vetë. Kemi filluar të blejmë për i dallim prej më herët dhe për dallim edhe prej tani do të fillojmë edhe të prodhojmë atë që kemi nisur ta blejmë. Qeveria sot ka miratuar një sër propozimesh, e në mesin e tyre është bërë edhe emërimi Irfan Lipovicës, drejtori i përgjithshëm në Drejtorinë e Akreditimit të Kosovës në Ministrinë e Tregtisë, që ishte arrestuar në ndyshimin për rastin e rezervave shtetërore. Po ashtu ekzekutivi mori vendim për themelimin e Këshillit Organizativ, për shënimin e ditës së çlirimit dhe vendime të tjera. Drejtësi për viktimat e marrësit të vitit 1999 në Krush të Madhe të Rahovecit kërkuan edhe sot krushianët si dhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Në këtë fshat 26 vjet më parë u vranë e u masakruan, e pastaj u dogjën dhe u zhdukën 241 banor. Ende nuk dihet për fatin e 64 prej tyre. Në Krush të Madhe të Rahovecit, natë pranverë, fatin e hidhur e patën 241 banor të Krushës. Për të ndarë dhimbjen me krushianët, erdhën presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Presidentja tha se nuk duhet lënë që drejtësia të vonohet pafundësisht.
Ne nuk duhet të heshtim, ne nuk duhet të ndalemi, nuk duhet të lejojmë që drejtësia të vonohet pafundësisht, sepse drejtësia për Krushën e Madhe është drejtësi për të gjithë ata që dhanë jetën, për lirinë tonë, për heronjtë e UÇK-s dhe për martirët e lirisë. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti, ndër të tjera, u bën thirrje organeve të drejtësisë që me urgjencë dhe përgjegjësi morale ti trajtojnë krimet e luftës në Kosovë. Zhdukjet me dhunë, rrëmbimet, djegjet dhe hedhja e kufomave në lumë e format të tjera çnjerëzore të dëmtimit të zhdukjes kufomave janë dëshmi të qarta të këtij projekti gjenocidal. Për të mbledhur dëshmit dhe për të dokumentuar me saktësi krimet anë mban Kosovës, kemi funksionalizuar Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Andaj u bëj thirrje të gjithëve që të kontriboni me të dhëna e dëshmi në këtë proces të rëndësishëm. Kryetari i komunës së Rahovicit, Smajl Latifi, kërkoi që të gjenden mjete e mënyra për të zbardhur çdo krim. Besojmë se shteti i Kosovës, Republika jonë, do të ditë t'ju jap zgjidhje këtyre kërkesave të kohës dhe se historia e vërtetë e këtij populli do të shkruhet ashtu siç e meriton e një vend të posaçëm në këtë histori të dhimbjes së krenarisë nikosisht është edhe angazhimi permanent dhe këmbgulja për hetimin, për gjykimin dhe dënimin e krimeve. Vazhdojmë që të kërkojmë shtëpia muze, krematoriumi i familjes në familjen në fakt që ka ndodhur të Nezir Dorakut, të kryhen procedura të bëhet tamam muze siç e meriton. Është vendi i vetëm në Kosovë që akoma gjenocidi është i gjallë, vivid aty rritën fëmijët. Presidenti Osmani, kryeministri Kurti dhe shumë përfaqësues institucionesh e qytetar ngushëlluan familjarët e viktimave pranë varreve në kompleksin memorial të Krushës së Madhe. 26 vjet pas edhe Krusha e Vogël e Prizrenit kërkon të di për fatin e 60 personave të cilët forcat serbe i Vran i masakruan e më pas i zhdukën. Krusha e Vogël e komunës së Prizrenit ka kujtuar vrasjen, masakrimin dhe zhdukjen e 113 banorëve të pafajshëm nga forcat serbe atë mars të vitit 1999. E kur kjo ngjarje dhimbshme mbushi 26 vjet, në Krushë të Vogël të Prizrenit qëndroi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Krusha e Vogël nuk është vend i kujtesës, por edhe vend ku ne shohim të ardhmën tonë. Ajo që ndodhi këtu nuk do të harrohet kurrë, jo për hakmarrje, por për të mos përsëritur asnjëherë. Jo për të mbetur të lidhur vetëm me dhembjen, por edhe për të siguruar që të fortë ecjen përpara me dinjitet kur duke mos harruar ata që sakrifikuan edhe jetën për lirinë që e gëzojmë sot. Nga kujtesa drejt historisë dhe nga denoncimi drejt ndjekjes ligjore, si kryeministri i Republikës Kosovës ritheksoi përkushtimin tim maksimal, jo vetëm për kujtimin e viktimave të luftës, por edhe për studimin e historisë dhe trashëgimisë së tyre. Ndërkaq kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj tha se meritorët e këtij shteti janë të rënët dhe duhet të punohet fort për ta fuqizuar atë. Mënyra se sa i nderojmë martirët edhe gjithë ata që kanë dhënë kontribut madh, mas mjeti e tregojmë në mënyrën se si sillemi me çfarë përgjegjësie ndaj të ardhmes tonë të përbashkët secili nga ne që jemi. Nga kjo masakër betën të zhdukur edhe 60 persona. Si pasojë e kësaj masakre betën jetim 145 fëmijë dhe 82 gra të reja. Nga këtu, në emër të nënave të Krushës, bëjmë apel institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare që të dihet fati i dhe 60 bashkëvendosëve tonë. Edhe pse kanë kaluar 26 vjet, ky fshat i vogël është ende në kërkim të 60 banorëve që figurojnë të zhdukur që nga ajo pranvere kopshme. Ndërsa në Suareku përkujtuan 26 vjetori masakrës mbi 50 anëtarëve të familjes Berisha, në Akademinë Përkujtimore u tha se krimet të tilla nuk duhet të harrohen kurrë. 26 vjet më parë, Suareka u bë dëshmitare e një prej masakrave më të tmerrshme të kryera gjatë luftës në Kosovë. Një familje e tërë u shua në mënyrë më mizore. Bëhet fjalë për familjen Berisha, ku prej 10 anëtarëve kishin arritur të shpëtonin vetëm Shykretja, Vjollca e Gramozi.
Edhe në Akademinë e sotme përkujtimore të mbajtur në Suarik, u tha se krimet e tilla nuk duhen të harrohen kurrë. Është me rëndësi me cek që për të parë do të folëm pak më shumë për një kategori të pafajshëm, ato janë fëmijët që vetëm Suarek janë vrarë mbi 70 fëmijë. Çka duhet më shumë për një shtet, për një gur themel, me amor në jetën e trive. Çka duhet bëbë më shumë me amor nanës, pikrahut të vetë fëmijën 1 vjeçar. Prej tyre, 49 vetëm nga një familje vetme, familja Berisha, 22 nga familja tjetër Gashi, e qindra tjerë, një ndër aktet më të tmerrshme të gjenocidit serb në Kosovë e tutje. Masakrat serbe në komunën e Suarekës nga autorët Milazim Elshani dhe Rahman Rexhaj ishte libri i cili u promovua pikërisht në këtë ditë, i cili botim hedh dritë dhe sjell fakte, dëshmi dhe rrëfime të mbijetuarve. Autorët në fjalë, Dr. Milazim Elshani dhe Rahman Rexha kanë përshuar për mrekulli në një libër i cili pas një dilemë do të shërbej jo vetëm kohës sonë, po sigurisht edhe gjeneratave dhe kohës që vije më pas. Masakra e familjes Berisha mbetet vetëm një prej simboleve të dhunës dhe gjenocidit të kryer nga regjimi serb mbi popullin shqiptar. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë edhe sot ka vazhduar procesi gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Në ditën e tretë, dëshminë e ka vazhduar ishe prori UÇK-s Naim Maloku, i cili u pyet për rrugtimin dhe aktivitetin gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Ai tha se ushtria qëllimtare e Kosovës dhe struktura e saj kanë qenë vullnetare. Duke folur për raportet SBA Evropë, shefi i NATO-s Mark Rutte ka bërë thirrje për unitet për shkak të sfidave të mëdha globale. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi Shtetet e Bashkuara dhe Evropën të mërkurën kundër çdo tundimi për të dalur vetëm në lidhje me sigurinë mes tensioneve në rritje për të ardhmen e aleancës transatlantike. Presidenti Amerikan Donald Trump hodhi kohët e fundit dyshime mbi gatishmërinë e Washingtonit për të mbrojtur aleatët e NATO-s, që mendonte se nuk po paguanin mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre, duke shkaktuar alarm tek liderët evropian për të ardhmen e aleancës atlantike, ndërsa ata përballen me një Rusi agresive. Duke folur në shkollën ekonomike të Varshavës, Rutte tha se SBA-ve u duheshin shtetet evropiane që të rrisin sigurinë dhe se aleanca duhet të bëhet më e drejtë. Më lejoni të jem absolutisht i qartë, nuk është koha për të shkuar vetëm as për Evropën apo Amerikën e Veriut, ka thënë Rutte. Sfidat globale të sigurisë janë shumë të mëdha për secilin prej nesh për të përballur vetë. Kur bëhet fjalë për mbajtjen e sigurt të Evropës dhe Amerikës së Veriut, nuk ka alternativë ndaj NATO-s, ka shtuar ai. Një numër vendesh evropiane, përfshirë Gjermaninë dhe Britaninë, kanë shpalosur planet për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, ndërsa Trump kërkon një afrim me presidentin Rus Vladimir Putin në përpjekjet e tij për t'i dhënë fund luftës 3 vjeçare në Ukrainë. Trump ka thënë më parë se antarët e aleancës duhet të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, një rritje e konsiderueshme nga objektivi aktual prej 2% dhe një nivel që asnjë vend i NATO-s, përfshirë SBA-t, nuk e përmbushin aktualisht. Shkuesëndruar, ishte ky gjithë materiali i përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirëmbëngjes.